Lara Kulturi vijon të dhuroj paraqitje pozitive në arenën ndërkombëtare. Skejtore shqiptare shënditur e treta në Gigantin e Ares në Suedi, zhvilluar të shtunën duke regjistruar podiumin e tretë në këtë sezon. Padyshim një garë shumë e mirë kjo e Larës, këtë herë e vlefshme për Kupën e Botës së Ski. Padyshim kjo është gara e fundit, ndërkohë që gara finale është në datë nga data 21 deri në datë 28. Gara këto që do të zhvillohen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku kemi ende shpresa që në tërësi, në finalen e madhe, Lara mund të marrë medaljen e bronzit, por për të folur për më shumë për këto kam Errit Xhuglinin, sekretar Federatës të Skive në Shqipëri. Errit, kënaqësi të kem. Faleminderit që jeni gjithmonë gatshëm, si e ti, si presidenti, për që në studion Euronews e vlerësoj shumë. Errit, rezultati i dieshëm, jo surprizë më tashmë, nuk kthehemi më surpriza rezultatet e Larës, por që duhet pyesja çfarë ndodh tani këtë javë, se kjo është pjesa më e rëndësishme që duhet ndalim pak. Exakt. 21 me 28, javën tjetër. Po, exakt. Në are, Lara na surprizoi për mirë, pra i podiumi i tretë i sezonit, 2 podiume në Gigant dhe 1 podium në slalom. Dhe tani Kupa e Botës mbyll sezonin në Sun Valley në Amerikë, pra bëhet një përmbledhje e të gjitha finaleve, pra në çdo disiplinë, si për meshkuj ashtu dhe femra, nga 21 deri 28 marsi bëhet përmbledhja dhe aty të gjitha sportistët mund të kapin ato pikët e fundit për të renditur sa më lart. Në këtë moment Lara është renditur, e sata në të gjithë disiplinat ku ajo garon. Pra, ku kemi shanse të marrë medalje finale flas. Po, sa për t'ia shpjeguar dhe teleshikuesve, po, bëhet një klasifikim i përgjithshëm, pra për të gjithë disiplinat, bëhet dhe një klasifikim për çdo disiplinë. Aktualisht Lara është e 4 në slalom Gigant, është e 10 në slalom dhe e 8 në renditjen e përgjithshme. Nuk e kishim menduar kurrë në ëndrrën më të bukur që Lara të ishte në këtë renditje në fund të sezonit. Ka shanset matematikore janë që Lara mund të marrë? Lara pse jo, nëse del një e dyta ose e para në Gigantin e Sun Valley dhe një nga konkurrentet e tjera, siç është Sara Hector, mundet të skualifikohet, Lara mund të renditet dhe treta në slalom i Gigant në renditjen përfundimtare të sezonit. Për ta kuptuar, pra, unë gjithmonë dhe me presidentin tonë që ke marrë këtë shembullin e Formula 1. Eksakt. Që bën gara, gjithmonë ka nga një fitues dhe në fund fare është fituesi total. Pra kjo është gara për fituesin total. 3 podiume i ka Lara, por urojmë që të marrë medaljen e bronzë në tërësi në Gigantë. Ndërkohë në disiplinat e tjera është matematikisht e pamundur. Nuk ka shanse për të përmirësuar pak vendin nga vendi 10 që është në slalom. Po për shkuar në podium, jo, është e pamundur. Ndërkohë vendi 8 mund përmirësohet? Mund përmirësohet, mund të shkojë deri në vendin e 7 ose 6. Ka që këto janë mundësi që mos të... Por është as në ëndrrën më të bukur nuk e kishim imagjinuar. Ne edhe një vit më parë kemi biseduar bashkë, kemi qenë bashkë duke ndjekur gara dhe atëherë nuk e mendonim. Për që realisht domethënë që mund të arrijë deri në këto rezultate. Pse është kaq e rëndësishme gara e Amerikës? Jo vetëm për podiumin, por flas edhe për lojrat olimpike dimërore. Po, e para Larën e fut në top 10 e sportisteve të botës dhe që do të thotë duke filluar nga sezoni i ardhshëm, ajo do lëshohet, pra në çdo garë të Kupës Botës do lëshohet midis 7 të parave. Pra nuk do jetë disfavorizuar duke u nisur e 15-a, i 16-a. Pse është favorizim për të kuptuar? Sepse çfarë ndryshimi ka nisesh i pari ose nisesh e 20? Kushtet e pistës ndryshojnë shumë, edhe pse Ndonjëherë në shumë sporte gjithmonë ata që më të mirë dalin në fundit. Në ski është e kundërta. Në ski je shumë i favorizuar nëse nisesh tek të parë, sepse ke kushtet perfekte. Më pas nëse ti bën një super lëshim të parin, ti je disfavorizuar duke u nisur nga fundi në lëshimin e dytë. Por të paktën psikologjikisht kur ti nisesh ke 7 të parët, ti nisesh me një plus në krahasim me ata të 15-in apo të 20-in themi, që Larës jep një favor shumë të madh. Ashtu si dhe në are, në këtë Gigant, ajo u nis e 7-a, kështu që bëri lëshimin
Po në Amerikë, sa ta po ende nuk është? Ende, hidhet një short, është një short që është dhe ajo bip numbers, një shorte për numrat e fanellës që do mbajnë. Pra është një spektakël në vete që çdo ditë përpara garës hidhet ky shorte në para publikut. Na të kërkojmë kuptimin tënd, duhet kaloj pak në gjykatës nëna e Martin Canit, e cila sapo ka dalë është duke folur për mediat. Se ne nuk i